e heshtur, ose dobia dhe përparësia e thirrjes së heshtur ndaj thirrjes me fjalë. A kuptu titullin? Thirrja pa fjalë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam a thot në asnjë ditë të ditës si ka thonë për Islamin. E ka thonë se po, veç i ka thonë madha inde kja të mamë, qka ki me thonë tja, ki me sa me thonë, kur gjë? As i ka thonë pranoj Islamin, as i ka thonë që atin që me më me dhe kështu që kam që edhem, kur gjë? Po a e kalon pa thirë? Ja, që është i thojnë thirje e heshtër, pa fjallë. Hajtë të kuptojmë që thirje e heshtër që që bjenë, që? Fillimisht, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam Thumamën e ka burgos, apo se ka qëndërak dhe i letë dhe konë. Mi përse ka qënë burg, apo ka qenë një burg special, e ka burgos në gjami, që Thumamja ditë për ditë të shenë musliman që shmë falen, të shenë musliman që shmë silën, të shenë që shmë respektojnë të farin e tyne. Pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, qka pimësënaj ata, me një i vetë, mu liru për manipulimeve, për mediumeve të tërshme që ka një Thumame për ta njerëzat. Keni për gjithë kujtë për neve, e ta shenë do për neve për neve. E ka lidhë, si ka vullë kur gjo. Ka vazhdu pejgamberi me desë, ti me shukë të vetë, me fudë vetë, me sjellet, me sene, Thumame njëri meqëm, kryetari shtetit, nuk o gjithë kushja për. Edhe i po vëzhganë, vazhdimisht atë. Edhe pejgamberi sallallahu ka vrejt sytë të Thumamës me nqëria për. Se ka dhe njerëz, sillu sa dush mirë, apo përmëllohu sa dush, s'dej me vlesu, nuk di me qmu këtë punë. A me ato duhet ndryshe. Po njerëz të meqëm, njerëz që Allah gjellu i ka jap logjik, din me vrejt të punë atë. Apo një sjellje e vrejna me njëherë atë. Me këtë të me pas kujdes atë. Dhe se me njerëz të tillë, sa ma shumë të flet, ma shumë gabim bën atë. Do njerëz nuk dojnë shumë i thirrë dhe vetë me vota. Apo lenit këshyra i vetë, a i për cilë. Apo sjellja jote, ibadetit, adhurimi është davet për të, ma shumë se mi folë. E mështë kuptojme se dave Allah një është gjithë mund, veç me folë. Nga njerë të folët është gabim. Nga njerë me folë është gabim, pëse? Se e rënën dikën. Edhe aj, vjen me një shkallë që thëtë, të kesh me herë se më lodhin, të teshi mu. Përndaj shikone, do dhi, si e ka lidhë pejgamberi se Thumame në gjami qëllimisht, që me pa që ka unë e sapë të pejgamberi sallallahu. Qka ka pas me pa Thumame në gjamiat? Ka pas përrushmërin e sahabëve për Allahu Gjellewala në namazat. Që se ka pa kurën e kurës që dikush i rrinë zotit për para, si kurse këta njerë që i rrinë atë. Jaftan kja atë. Përndaj lëzi, me dalë pak i kirasë jashtë. Kër e kanë dëbu Kurejsht Ebu Bekrin, ka dalë për Mekës. Rrugës kër ka dalë, e ka taku një shok i ti, po mushriku konë. E ka taku Ebu Bekrin rrugës ka dalë për Mekës. I ka dhëmë, ka jenisë, thëtë, po pëllët më ka dëbu. Thëtë, dikush të ti zdëbohet, thëtë, pitime që hajrë kemë, pasanik po, tërti po, i sukses shumë po, kush të shveshërën të jabër? Ka thonë, vëllaj, zipëm kam përzonë. Ka thonë, hajde unë të mbroj. Unë të marë shpetar, zguzon kërë me të më kërë gjatë. Ka thonë, më bekër, unë e vinë shpetone me një kusht. Me mlonë me adhru Allah unë gjellë e wala shtirë, të di diri. Edhe kër ka dalë ki musiku ditën me punua me punë të veta, Ebu Bekri ka dalë në balkon në ti, ma fresk, edhe është falë. Nga përrushmëria madhë namaz që ka pas Ebu Bekri, nga përkushtimi namaz, edhe nga qajtë e ko paskoshme, tanë ditën jam ledhë gradhë, mi ka këshurin qysh kënjeri për adhë në zotën ato. Edhe ka fillon njerës, veç për namaz Ebu Bekri në hinë istanë. Atëri ka thonë Kurejsh, ti njeri që ka marrë në pronë, e ka marrë në mbrojtje Ebu Bekri, i ka thonë, thullet farët mrena, jana s'ta pranëm këtë mbrojtje. Ani, ta këna pranu me këthy, me ke u po, s'ta prishëm, i për mrena shpilet falë të më. Atër ka arë këj mushriku, këj pagani, këj pabesimtari ka unë Ebu Bekri, ti ka thonë, dhe gja, unë e pranëm me të mbrojtë ty. Edhe jam gjendi me sakrifiku krejtë, s'kuzëm kërkush me të prejkë, mirë po, falë në shpejat.
ose këthema mitësin, që të ka pas ara për para. Ta ka dhonë mitësin, i për kur s'ka mujtë e majtë, ka dhonë qëre me qëto kusht, ose këthema. Ka dhonë Abu Bekri, radiallahu ta'ala anhu, jam i knaqë në mitësin e Allahut të falë qofë mitësia jote, edhe zarë për shpisat. A më one, me lanë më falë s'pranaj. Ka se që kënë namaz jam, ka një qëllim, sërë pati hava që më donë balkanën e. Në nejmë dhe dhi, na jemi një shoshni që dashtëm ose zdashtëm e kem një vi që na izolon shpeshër për tjerve. Sim që të thëmë me të tona për. As të tonë nuk jem që të mund me neva për. Mirë, po a i kemi pregadit në gjamia tona, a i kemi pregadit në oboret e gjamive tona, a i kemi pregadit në shtëpia tona, që e bim dikon edhe veç të nejtë të mërvesh se kush jemna. E kini shak tonë në për. Edhe thot, kësha pas që e ma në gjami vëllaj me pa që o ka bota për. Apo? Sa dush me mënu ku me qu? Apo? Që me pa mas pari pasërti. E para. Që mos me dalë për gjami se ju ka po balim si mu falë në lëq. Apo? Pastaj, që dalë nga për gjamisat, qka shaja? Shet do njerës të u falë, do të u kjesht, do të u bërtit, do të u dhonë pare, që si njerës shet, si me konë qenë të rektarat. Ka edhe me hongër, në qenë të rektarat e pa të noja, ka edhe me zgjit, më falë, do vene kuj qelit, ka edhe me hongër buk, ka edhe me ble qatë dush. Aja me rrëshu që të bërë, gjamija të da që fëtë. Ndaq të gjenet bënë, apo, ndaq kjesht, ndaq falësh, ndaq trehesh, qka të dush bënë tjetë. Sirja e heshtë u vlazni. Në gjene këtë me vëmenë. Sirja e heshtë, me shambujt e tu, me ndajet e tu e vëtë, o shtirja që mas tepër më ndikën tek njerëzit, dhe nënën tjetër është thirrja më e lirë, mas pak t'i kushton atë. Mas pak t'i kushton. Tash për shembull, na dojna apo me bo një ligjërat për studenta, do na bëjë ligjërat për mjek, do na bëjë ligjërat për inxhiniera, për çka të qoftë. Xhami zvin ata. Apo nuk vin xhamit e tonë. Se ngushton. Do të më japon në vend dikun në qendër të kulturës, në hall sporteve, diku me shku apo. Ku të shkojsh, në fol ty me pagu venin. Kushton para. Dhe me qit në darkë, për me konë bashkë me ta mi fol, kushton para. Çdo aktivitet i thirrjes me fjalë kushton. Pse dejat mi bo, duhet para. Me qke pse dejat, duhet para. Ke duhet para. Dërsa davet i heshtën s'ki para për. Apo? Se me nejtë urë në gjami, me kuni sjellë shumë, s'kushtan kjo kurgja. A lip t'i kush pare, pse ti sot në gjami zbërtite, që ti dhe të ora. S'ta s'u kërkush apo? Ti prom një cikën e dalë, s'u ka një zoni t'u kesh, që t'para apo. Ata t'i kush sot, nuk të të vëllaj kërkush apo. Nuk të të kërkush. Ti e si në rrugës mirë, ti në kitë venje kuni sjellë shumë mirë, zbanë, u dash me bërtit, që të pare. A të dikushën? Nuk këtë atë. Do në thirja e heshtë është falë. është falë. Veç tjetër me botë. Pse nuk e bojmë në këtë puna? Përndaj, so njerëz vazni kanë në islam, se ku se të thumamja. Apo, për shkak se ka pa dhe qka nuk shek kërkuna. Në kuptimin pozitiv ato. Në kuptimin pozitiv ato. Për e thash kjo është titull në leti. I po na të shërëm kështo njerëz. Na të shërëm këse gjemati. Që kur të bjen t'i kënë gjami, unë kara rasti e gjdo kujt për juve. A këni pa kur të bin namazin, kur të bin gjenazin me falë gjami në gjenazin. Apo? 50%, 60%, 70% të atyre që vinë me baj gjenazën asë namazën e gjenazën duke falë, në ashtu, rinë për jashtë.
E ata për jashtë të rinë, ata veç vëzhgojnë. Tash në gjami, qysh po hijet, qysh po ditet, apo qka po folet, ata qdo e këqyrin apo. A kemi arrit në qytëve njerëzve, që për herën e parë, do shta për të fundit, do shta herë e dytë, kur vjen që një në gjami është në tabut këtë e bishë. Një herë u adë me pru t'i kanë, edhe herë e dytë këtë e vjen t'i kur, zvjen mu. Që mes të dy herave të arë në gjami, apo na me shlu qatë 5 minutë shikimit, së një bënd të vetë me fjore ati atër. Me sile tuna, me veprime tuna, mi kalësu se kush jem në atë. I po fatë kësishtë unë e këmë dëgju fjallë që njerës, unë s'po flasë për ata që jenë të manipulum, ose ata që jenë të prirë me apuzuar me shajtë. Kjo është ma me tjetër, nuk është sonë të desion për ta për. Po flasë për njerës të meqëm, njerës të kulturum, njerës të onë që kanë shije për mi vrejtë senet, për qëta po flasë për, e kësi ka. Nëse vjen dikush më falë një për gjamijeve tona, kësi gjenazën me papëtën, qka ko me papëtën? Ne edhim se që është dole për gjami, se që është një gjamijat. E ne dhe dhi, përgjësia e të si musliman, përgjësia e të si musliman, për mistirë tjerë, nuk kupton se atin me ka dhut një desa, nuk din me ka dhuat. Të ke fundit, dituria është risk, është furnizim, që Allahu Gjelle Ola jep kujdan, mirë po, davetin e heshtër, qdo kush ka mundësi me bopër, edhe gruja, edhe femra, edhe burri, edhe mashkulli, edhe fëmija, edhe çdo kush, këna mundësinë e bu këta. Kur vinë musafir të shtëpia, vjen dikush nder, ose ndodh dikush vjen fakturën e pagun nder, të kitë nder atë, te qire dera halakama bot atë. Kur del, e shen njëri me mjek, a i pret me dalë e hipik, ose pret me dalë kush një qka, mas asaj, qka mu bot të shtëpia mrena atë. Kur të qilë dherën, i mëram dhe që ka pritë të kohë njëri me mjekës që i falë 5 vakte. Ose njëri së e në gjithë që shka në gjamija, ati që të përbën e isha, se pas në dhejtë vëllaj. Përndaj, duhet që ta kuptojmë për këti rasti, se thirja e heshtër është obligimi çdo kuj për neva. Nëse thirja me fjallë, i ka regullat e veta, dhe i ka kursit e veta, dhe kërkan diturit caktum për në folë për te, unë e mendoj dhe mi binu në këtë se dituria e heshtër nuk ka kushte. S'ka kusht për me koni moralshëm, nuk ka kusht për me smësion mirë, nuk ka kusht për me koni qetë dikush në gjami për te, s'ka kusht për këtë punë. Këna mundësi me e bu këtë punë. Pa e titulli i parë i kësaj është, thash, këtë në tituj, që këtë të ndërës në veti, që zhvillohet, do bije e kësaj, i pone për du me në të porosi, me ndërnjë pas të e për të martu tjarë. Thirja e heshtër, ka për pasi, para thirjes me fjallat, dhe ka efektin e vetën. Jetë në shojnë të tjertë, se sa mirë është me pas një vla musliman atëm. Se sa të sigur t'jem me gjematin që e kemë atëm. Në gjdo aspekt. Kjo është davja për tjetër. Daveti i heshtër.